në kushtet e veta, dhe përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sinqerisht Rusia nuk ka se ku të mbështetet në realizimin e kësaj le të themi aspiratet vet. Prandaj nuk është interesuar dhe Putini për të acaruar marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe një fakt e dëshmi e tillë ishte kur ai në mënyrë të hapur i shfaqi i shprehu falënderime presidentit amerikan për politikën që ai ndjek në Ukrainë dhe shprehu shpresën që lufta mund të ndalojë sa më shpejt jetë e mundur, gjë që dëshiron shumë palë amerikane dhe vetë presidenti Trump, pasi siç e dim janë në zgjedhjet në Kongres në vjesht, dhe brenda vjeshtës amerikanët do të dëshironin ta mbyllnin të konflikt pra të Rusisë me Ukrainën për të pasur më tepër mundësi për zgjedhje të suksesshme në Kongres. Pra, se pas telefonatës Ushakov në një farë mënyrë deklaroi që u diskutua dhe për Iranin dhe për Ukrainën. Pra, palët kanë folur sa lidhje ka ky konflikt në Iran me atë që po zhvillohet në Ukrainë në kuptimin gjeostrategjik? Kanë folur për 3 tema kryesisht, pra ato që thatë juve me të drejtë, dhe gjithashtu kanë prekur dhe Venezuelën, sepse presidenti Trump deklaroi që po të perifrazojmë fjalët e tij, Rusia dhe Kina duhet të shporren nga Venezuela dhe gjithë biznesin tashmë do ta menaxhojnë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoshta këtu kanë munduar të kërkojnë një pikë të përbashkët të paktën për sa i përket pjesës ekonomike të çështjes, nga ana tjetër vetë presidenti Putin deklaron që ai është për thellimin e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për më tepër që ka pasur disa sinjale interesante dhe do të thonë nga ana tjetër dhe shqetësuese për Kremlinin. Kam lexuar sot një relacion shumë interesant, një insider, ku flitet që shërbimi sekret rus ka shprehur shqetësimin për prodhimin për zhvillimin e provave bërthamore nga ana e Kinës të bombave të një, le të themi, fuqie të limituar, por me disa shpërthime, të cilët janë në një farë mënyrë organizuar për të mos u kapur edhe nga sistemet sismike të vendeve të ndryshme. Por gjëja më shqetësuese që siç flitet në relacionin e tyre është mos informimi i Moskës i Kremlinit për këto prova. Pra, tregon edhe kjo një shenjë mosbesimi edhe në vetë të ashtu quajtur aleat të Rusisë që konsiderohet Kina. Pra, ky është një gjë që mund të indikonte edhe në një farë mënyre përmirësimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në mënyrë të qartë synojnë të shkëputin Rusin nga vorbulla e indikimit kinez. Po thua, Shtetet e Bashkuara po e tentojnë këtë, se Rusia vazhdon të mbetet? Rusia luan me këto interesa, ajo e kupton se çfarë interesash kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përpiqet të marrë sa më tepër, le të themi, dividende nga kjo qasje, të paktën të heqë një pjesë të sanksioneve, të fillojnë bashkëpunimin në Arktik, kur bllokohet për shembull kanali i Suezit, pse mos përdoren rrugët e shkurtra dhe të sigurta të Arktikut. Putini ka shprehur, po luan sigurisht një lojë geostrategjike shumë të hollë për mendimin tim, duke i ofruar Europës gazin dhe naftën ruse në momentet e krizës, duke treguar që Rusia nuk është për konfrontim, por është për zhvillimin e normal të marrëdhënieve ndërshtetërore me vendet e Bashkimit Evropian. Për momentin Europa nuk ka reaguar pozitivisht, von der Leyen, Merz dhe Macron sigurisht e kanë refuzuar, të tjerat vende heshtin për momentin, por është një opsion që mund të merret në parasysh në qoftë se situata në Iran do të vazhdojë të keqësohet. Gjasa që do të keqësohet ka, por ka dhe shpresa që lufta do ndalojë për arsye domethënë thjesht ekonomike, biles dhe për mundësitë që janë në vend. Për më tepër që presidenti Trump ka deklaruar që nuk kemi çfarë të bombardojmë më tepër atje se i kemi bërë rafsh. Po, gjithsesi është dëmtuar konsulata ruse në Iran, në Isfahan. Po, dhe ka patur një qëndrim, dhe Rusia ka konsideruar këtë një përshkallëzim dhe një shkelje të konventave ndërkombëtare për sa i përket mbrojtjes së misioneve diplomatike.
Pra, edhe në Isfahan, por ka dhe një lajm tjetër që edhe në Liban është goditur një, po them, një ndërtesë e cila ishte nën mbrojtjen e Rusisë, nuk më kujtohet aktualisht për çfarë bëhet fjalë, po dhe në Liban dhe në Iran kemi këto sinjale. Si i lexon këto? Po këto janë nota diplomatike normale, do me thënë që se dhe në Isfahan nuk ka patur viktima, nuk ka thyer sa xhama dhe kuptohet që nuk vështirë që të mendosh që kanë pasur qëllim të godasin qëllimisht legatën ruse atje apo në Beirut, në Liban. Gjithashtu, do me thënë nga ana tjetër ka pasur edhe në Kiev situata analogjike ku ka qenë mos gaboj përfshirë dhe vetë ambasada shqiptare kur patën goditje, do me thënë tërthorazi të pikave diplomatike. Kjo është një luftë nga njerë është qore dhe nga njerë goditen dhe objekte të padëshirueshme. Por nga ana tjetër, për shembull, për shkallëzimi i luftës në Iran, mendoj që pala ruse ka qenë mirë informuar që në fillim për goditjet, sepse specialistat rusë, për shembull, për ndërtimin e centralit atomik në Bushehr në Iran, do me thënë janë larguar nga tje dhe nuk ka pasur viktima me specialistëve rusë. Dhe aty flitet që kanë qenë mbi 600 specialista që punonin. Prandaj një farë interference dhe bashkëpunimi në këtë drejtim ka, për më tepër që Rusia me Izraelin, pavarësisht retorikës së fortë, të ashpër dhe dënimit të plot të agresionit izraelito-amerikan, nga ana tjetër mban marrëdhënie relativisht normale me Izraelin, nuk ka acarime, do me thënë në një farë mënyrë dhe mban një balans të asaj kritikës të fortë, qëndrimit të fortë diplomatik anti-izraelit, por që nuk kalon në antisemitizëm. Ndërkohë, kemi edhe një, le të themi, një qëndrim të presidentit Këshillit të Evropës, Antonio Costa, i cili ka deklaruar përballë ambasadorëve në Bruksel që lufta në Iran ka prodhuar vetëm një fitues të qartë dhe ajo është Rusia. Si e lexon, a është e vërtet që Rusia nga ky konflikt është po del shumë e fituar? Mire ka thënë shumë sakt, do me thënë kuptohet që dhe Rusia ka ca humbje nga kjo luftë, duhet shpjegoj, për më tepër sigurisht ka dividende. Dividende në radhë të parë janë, do me thënë, çmimet stratosferike tashmë të naftës dhe gazit në përbot, situata energjitike, do me thënë në këtë drejtim del në pak rigjenerohet, le të themi, rëndësia e të ardhurave nga sektori i naftës dhe gazit. Pikërisht për këtë arsye, Ukraina ka intensifikuar ditët e fundit të goditjet në sektorin energjetik të Rusisë, duke goditur, le të themi, pika të kyçe të shpërndarjes së gazit dhe naftës për të mos furnizuar më tej pastaj vende të tilla si Slovakia apo Hungaria. Do të thënë është një zinxhir faktorësh që ndikojnë pastaj nga situata. Një gjë tjetër është që impenjimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Perëndimit në përgjithësi në këtë luftë pra në Iran tërheq vëmendjen jo vetëm domethënë të opinionit publik dhe të mass mediave, por edhe të forcave të ndryshme, domethënë furnizimeve ushtarake etj që ndikojnë në ecurinë e luftës në një farë mënyrë apo në një tjetër. Sigurisht që Rusia këtu ka dividende. Një minus për Rusinë për mendimin tim është ajo e raporteve tregtare, sidomos me vendet e Gjirit persik, sidomos me Emiratet, pasi një pjesë e importit që vjen në Rusi, që është, le të themi, një objekt i sanksioneve të perëndimit ndaj Rusisë, por që e mënjanojnë nëpërmjet Dubait, tashmë është ngadalësuar dhe themi që çmimet për një sër prodhimesh industriale, sidomos që vinë andej, janë rritur goxha. Nga pikpamja, domethënë deri tani jemi tek zbulimi strategjik edhe tek mbështetja politike që ka dhënë Rusia Iranit. Nga pikpamja ushtarake, a kemi informacion zoti Misho në lidhje me atë që Rusia po ndihmon sot Iranin, se kemi dëgjuar variant për dron edhe për radar të ndryshëm?
ka pasur informacione të tilla, por të pa konfirmuara zyrtarisht. Kremlini zyrtar hesht nuk I ka as konfirmuar as kundërshtuar, por flitet gjithsesi për një kontratë të jashtëzakonshme prej gjysmë miliard dollarësh mos gaboj mes Teheranit dhe Moskës për armatime, pa I specifikuar ato. Nga ana tjetër, po të marrim për shembull parasysh luftën e parë mes Izraelit dhe Iranit, presidenti Putin ka deklaruar që Irani vetë nuk ka pasur dëshirë të furnizojë me armatimet tona, ne I kemi ofruar atyre sisteme të reja kundër aerore dhe Irani ka refuzuar duke thënë që neve s'kemi nevojë se kemi sistemet tona respektive. Pra, nga njëra anë, kjo do me thënë tregon që nuk është Rusia që ka tradhtuar, por vetë Irani që ka treguar, le të themi, një vetë vendosje dhe një vetë administrim të mundësive të veta ushtarake. Ndërkohë, besoj dhe kjo është e fundit, presidenti Putin ka uruar edhe liderin e ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, të cilit përveç se I ka uruar zgjedhjen, I ka sugjeruar që të vazhdoj të mbetet në kursin ku deri tani ishte edhe Jati. Si e vlerëson këtë zgjedhje të Mojtaba Khamenei dhe a do të vazhdoj Irani me këtë lider të ri të ketë të njëjtat raporte me Putinin? Unë mendoj që në përgjithësi situata, domethënë në Iran, për sa I përket le të themi orientimeve gjeostrategjike dhe gjeopolitike të Iranit, pak mund të ndryshojë nga kjo luftë. Pushteti që kaq shumë dëshironin ta përmbysnin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ka të ngjarë që të rezistojë dhe të vazhdojë ekzistencën e vetë. Do me thënë, pavarësisht se mund të gjykojmë sa gjakatar është ai regjim e tjerë, në Rusi dhe sidomos edhe në mass media, po dhe Kremlini kanë deklaruar që është e drejta e popullit iranian vetë të vendosë se kush cili ka apo qendrim, le të themi, grup politik të qëndrojnë në pushtet apo të vinë në pushtet. Problemi është që dhe opozita iraniane dhe Pahlavi, pasardhësi I fronit të mbretit të shahut të Iranit, nuk gëzon mbështetje të madhe në të gjithë shtresat e popullsisë në Iran. Ka sigurisht forca që e mbështesin, sidomos ato të jashtë Iranit, por brenda në Iran bombardimet dhe shkatrimet e ndryshme të bëra nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë një efekt të kundër me atë që shpresonin amerikanët dhe izraelitët. Pra kanë konsoliduar edhe ata të lëkundurit të rreth regjimit për të mbrojtur shtetin nga dekompozimi. Kjo tashmë për Iranin është një luftë për ekzistencë. Qëllimi I Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos I Izraelit, është për të shkërmoqur Iranin, për ta copëzuar atë. Mirë, po këto interesa izraelite nuk shkojnë gjithashtu, nuk koincidojnë me interesat e Turqisë, për shembull, që është një forcë goxha rajonale në atë zonë dhe le të themi dekompozimi apo shpërbërja E Iranit do të përbënte një rrezik të jashtëzakonshëm për vetë Turqinë për fakt për arsye të faktit kurd. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të mendimit dhe të dëshirës, po edhe të gjendjes për të kryer një operacion ushtarak në toksor në Iran, pasi humbjet do të ishin të paimagjinueshme, prandaj ata kufizohen me bombardime dhe ndoshta kjo është nga pikpamja ushtarake e vetmja mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kishin një humbje, le të themi, minimale në këtë përzierje, megjithse minimale e themi, por humbjet janë të jashtëzakonshme dhe të paparashikueshme. Në një farë mënyre mund të bëjmë një krahasim dhe një analogji me atë që Rusia pësoi në Ukrainë, domethënë le të themi pritjet nga lufta në Ukrainë ishin të ndryshme, që do të mbaronte shumë shpejt dhe me pak humbje. Të njëjtën gjë po ndodh me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndoshta proporcioni është shumë më I madh në Ukrainë, po gjithsesi zhgënjimi apo keq informimi nga shërbimet sekrete nga njëra anë dhe neglizhenca dhe mendelehtësia nga ana tjetër. Sollën këto fakte që ne vetë tash I shikojmë.
Mendova se ishte e fundit, po ndërkohë që flisim më kujtua dhe lajmi që ka një plan për minimin e ngushticës së Hormuzit. Misha, çfarë pasojash do të prodhonte një lajm i tillë, ndërkohë që kemi Donald Trump i cili ka parajmëruar për një kundërpërgjigje 20 herë më të rëndë nëse kjo do të ndodhte. Po sigurisht që Donald Trump nuk i intereson. Nga njëra anë është e dyanshme kjo gjë. Nga njëra anë nuk i intereson sepse bllokohet domethënë situata kur 20% e furnizimeve të naftës botërore kalojnë nga ngushtica e Hormuzit, prandaj sigurisht që ka influencë të madhe. Mirë, po këtu ndeshen interesat e shumë vendeve dhe sidomos të superfuqive. Flas tash për Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ato ekonomike. Dhe goditja e Iranit në radhë të parë ka qenë një goditje të thorazi ndaj Kinës. Dhe bllokimi i Hormuzit nuk do të ishte një katastrofë aq shumë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa do të ishte për vetë Kinën. Prandaj edhe këtu ndoshta edhe kinezët mund të ndalonin iranianët të vepronin të minonin të ngushticën e Hormuzit, po gjithsesi kur Irani tashmë është i përgjakur dhe i plagosur dhe ka humbur gjithë, le të themi, udhëheqjen e vet në këtë konflikt, mund të jenë edhe hapa të tjera, domethënë që anashkalojnë situatën, po gjithsesi mendoj që presidenti iranian Pezeshkian mund të marrë masa domethënë të nivelit për stabilizimin e gjendjes, sepse ata kanë nevojë të mbijetojnë dhe të mos humbasin pushtetin dhe vetë vendin. Prandaj janë të detyruar në një farë mënyrë të lëshojnë dhe ata pe. Pikërisht për këtë arsye, ndoshta dhe Putini para se të fliste me Trumpin, ka folur me presidentin iranian dhe më pas ai foli me homologun amerikan, ndoshta përgatitet një farë paqe të paktën e pjesshme. Si e shikoni fundin e konfliktit? Zoti... Mendoj që së shpejti 2 javë maksimumi, besoj që do të jetë më shpejt do mbyllet, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thjesht nuk kanë dëshirë dhe nuk kanë mundësi ta vazhdojnë gjatë me një intensitet të tillë, një konflikt të tillë. Sigurisht fuqia amerikane është e krahasueshme me atë iraniane, por shpenzimet që janë bërë dhe intensiteti i raketave, dronëve dhe gjithë municioneve të shpenzuara tashmë nga amerikanët kanë të kaluar të gjitha parashikimet dhe depozitat amerikane mund të zbrazen dhe kjo përbën një rrezik për mbrojtjen kombëtare amerikane. Po ama edhe tërheqja e SBA-s nga mos realizimi i objektivit që është përmbysja e regjimit është prap goditje për reputacionin e SBA-ve. Prandaj që në fillim presidenti Trump deklaronte që ne nuk kemi pasur domethënë qëllim të përmbysnim regjimin, po kemi pasur dëshirë, domethënë qëllim të shkatronin programin nuklear të Iranit, domethënë një program i cili edhe nëse ka ekzistuar vetëm në letër, por gjithsesi sigurisht ata do ta shpallin veten fitues, Irani gjithashtu do ta shpallë veten fitues, Izraeli po ashtu. Edhe këtë njëjta gjë do të ndodhi dhe në Ukrainë pas një 3-4 muajsh. Po, Garda Revolucionare ka deklaruar që kjo luftë mbaron kur do themi ne se do të mbaroj, se po lexoja 3 kushte që kishte vendosur Iranit paktën. E para ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paguanin të gjitha dëmet e shkaktuara deri tani. E dyta ishte që Irani të vazhdonte të mbyllte të gjithë ciklin bërthamor, ndërsa e treta me sa më kujtohet lidhet me faktin që Irani duhet që se nuk po më vjen tani, por pra ka vendosur kushtet të panegociueshme, se ndërkohë që flasim bashkë mund të më rikujtohet. Pra, jemi përballë këtij fakti. Po besoj që le themi që situata do të diktonte më mirë një paqe të keqe se sa një luftë të përgjithshme. Sigurisht që Irani është dobësuar goxha, por gjithsesi ai ka akoma kapacitet të forta ushtarake, ka trupa proxy në vende të ndryshme si në Liban, po dhe Houthi në Yemen që mund i përkrajnë, po ashtu në Irak. Pra është një sistem që nuk është kollaj ta çrrënjosësh, edhe nëse dëshirojnë amerikanët, dhe
për shembull ajo leva kurde apo më saktë mundësia për të angazhuar kurdët kundër Iranit, besoj që është me pak perspektiva, po thuajse e pamundur, pavarësisht se kurdët le të themi kanë qenë një element proxy për amerikanët, por që kanë qenë tradhtuar nga amerikanët në Siri dhe për këtë arsye ndoshta kurdët këtë radhë do të mendojnë shumë herë përpara se të fillojnë një luftë të gjithashme kundër Iranit. Ajo e treta ishte, domethënë, mos sulmi. Pra që Shtetet Bashkuara të Amerikës të deklaronin se do ta sulmonin kurrë më Iranin. Pra, të mos sulmonin kurrë Iranin, të lejonin ciklin bërthamor të përmbyllej, edhe të paguanin të gjitha reparacionet e luftës. Po këto janë deklarata që nuk i pranojnë, domethënë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një gjë që mund të secili mbetet në anën e vet. Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të deklarojnë që neve e mbyllim këtë fazë të bombardimeve dhe të luftës dhe mund të vazhdojmë nëse Irani do të vazhdojë me kryenësi politikën e vet. Dhe për këtë arsye ai mund të gjithashtu sërish mund të inkuadroj Izraelin, proxin e vet, megjithëse në Rusi flasin nganjëherë që nuk merret vesh kush është proxi. Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës proxi i Izraelit apo Izraeli proxi i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Misha Pumo, të falenderoj shumë që të kisha. Kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë. Mirupafshim. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Poli Hoxha, drejtori Alfa Press. Poli, kënaqësi që të kam. Arbër Hidaj, koleg gazetar. Arbër, kënaqësi që të kam, mirë se na u ktheve nga New Yorku. Marsit Gupi, avokat, kënaqësi që të kam. Si gjithmonë rriti kënaqësi. Poli Hoxha, Edi Rama sot ka bllokuar atë që të gjithë dyshonim se do ta bënte, ka bllokuar SPAK-un në rastin konkret, ka bllokuar atë që mendoi se do të ishte edhe një arrestim për zonjën Balluku, për zëvendës kryeministrin Balluku. Pra, jemi tashmë përballë një fakti. Nuk jemi më në nivel deklaratash, por ky është një fakt dhe një qëndrim publik i Partisë Socialiste dhe Ramës i kryeministër. Si e lexon këtë zhvillim? Tani kjo ishte e pritshme sepse ai mori një vendim politik, po e ktheu, e bëri në akt në një mënyrë dhe pa shumë shpjegime, një raport i dobët dhe më i dobët se mbrojtja që bëri në grup parlamentar i zotit Manja, ndërkohë që ishte më i detajuar raporti i